Kampionati është i fortë, është i dukshëm që është i fortë. Të gjitha janë luftë për pikë. Asnjë skuadër nuk është e dorëzuar. Prej të parë të fundit gjithë luftojnë me maksimumin e mundshëm, kështu që shihet se është luftë, normal që nuk ka shkollaj. Final Four do të bëjmë që mos më realizuar në rënë e madhe tonën. Po kanë rrugë e mirë, kemi pasur në luhatjet tona, sidomos fazën e dytë. Normal që do ndodhte masi vishim as kupat të Europës pa pushime. Nuk e pritësha me thonë drejtën e gjatë, po zbashku me rënien fizike ishte një numër i madh lojtarëve që na u dëmtuan. Një sezon që nisi me kualifikimin në Europë, kalimin e turit, kishte ato ndjesitë pozitive, më them, u nis me energji shumë të mirë. Dhe besoj starti ishte i shkëlqyeshëm, një sezon që nisem me fitore një pas njëshme, me ndeshje të bukura, gjë që rriti entuziazmin të gjithë që ky mund të jetë sezoni jonë. Ka qenë i vështirë shumë sepse duke marrë parasysh edhe pse kemi pas ecuri të mirë gjatë fazës parë, pastaj kemi pas shumë problematika me dëmtimet, kemi gjetë forcën, jemi ngrit përsëri. Mendoj ka qenë shumë e vështirë edhe për faktin se mos gabojmë, kemi qenë skuadra që kemi mbrojt vendin e parë më shumë nga çdo skuadër tjetër. Kemi luajtur më bukur, kemi shënu shumë, kena bërë lojën më sulmuese se gjithë ekipet e tjera. Edhe kjo mendoj që edhe kena hangër gola më pak se gjithë ekipet e tjera, kjo mendoj që është ajo pika fortë që ne kemi pas gjatë kampionatit. Znia besoj që është një klub perfekt. Të fillu të i parit e presidentit, të fillu të gjithë drejtuesët, të fillu të trajnerit, të stafit, të lojtarët, të tifozët e mrekullueshëm, të stadiumi i mrekullueshëm, kështu që Vllaznia i ka të gjithë komponentë mjaft mirë për me luftu për trofeun deri në fund. Ky qytet e don shumë futbollin, ky është viti i parë dhe unë këtë ndjej në rrugët e qytetit, kështu që do jetë edhe bukur për vetë historikun sepse janë plot 25 vite që mezi e presin këtë titull dhe ne çdo ditë po japim maksimumin për ta realizuar të ëndër. Besoj me paraqitjet që kena bërë gjatë këtij sezoni, skuadra ka bind, edhe mund të them që kena ndajt ose u udhëheq kampionatit apo në vend parë më shumë se 20 javë, kështu që besoj mjafton për t'regu që jena skuadra që kena bind. Pa shumë e vështirë, janë të treja skuadrat, janë njëna më fortë se tjetra, duhet jena të përqendruar, kemi edhe ne favoret dhe disfavoret tona në atë katërshe. Them që jemi deri në ditën e katërshes do të jemi edhe më të fortë. Janë gjithë përgatitur, bashkë me stafin drejtues, bashkë me trajnerin, gjithë janë kushient për gjithë bashkë, edhe unë me ta për vështirësitë që paraqiten gjatë rrugës, por jam i bindur që të gjithë bashkë do të luftojmë me maksimumin e mundshëm për me marrë trofeun. Këtë vit pak më ndryshe, me specifiken që ndryshon me përgjysmimin e pikëve, sigurisht dëshira ishte që të arrinim Final Fourin me diferencë konsiderueshme sipas mundësive, mendoj që kishim një periudhë ne që u shkputëm, siç kishim një moment dhe të vështirë që arritëm ta rikuperonim. Ekipet do jenë aty gjithsekush ka objektivet e veta, por ne jemi të bindur që do shkojmë 100% në tonë dhe do bëjmë lojrat tona më të mira që në fund fare t'ja dalim. Një detyrim që i kam këtyne njerëzve, këtyne tifozave që edhe kur kam kënë lojtar, po edhe sot që trajnerë më duket sikur ma çdo të më shu detyrimi ka tyre. Uroj dhe shpresoj dhe besoj shumë që këtë jetë viti i duhur, di që Shkodra feston si asnjë qytet tjetër, atë jam mos e i bindur dhe shpresoj ta bëjmë realitet. Unë, si më thonë, si pjesë e ekipit, si një djalë shtëpi, e kam ndjeje dhe e kam përjetuar dhe në shkallët e stadiumit dhe titullin e fundit, por që ka shumë, 25 vite janë shumë për Shkodrën pa u kthyer te titulli. Dhe sigurisht që është një peshë që rëndon mbi gjithë ne. Vitet kanë kalu dhe ajo rëndesa është bërë akoma më madhe, kështu që besoj që kjo skuadër ka shpatat për ta përballuar dhe për ta çuar deri në fund. Për vetë historikun, siç e thash, 25 vite janë shumë për këtë qytet. Jo më ka dëshuar djepi futbollit, por shpresoj që këtë vit të jetë vit i dur për të cilë titullin, sepse mendoj që jemi shumë afër. Po Shkodra njihet me luk bosh. Shkodra në titull nuk e intereson as gjë tjetër, kështu që
i vetmi premtim që do t'i bëj aty në që deri në sekondën e fundit kam luftu për me pruva titullin Shkodrën. Tifozët i premtoja që i kam premtuar qyshore parë prej ekipit dhe për gjithë bashkë ka luftë pa kompromis deri në fund. Besoj që gjithë e dinë që vazhdoj që ta theksoj që çdo ndeshje është mjaft e ashpër. Tifozëve i premtojnë veç vllaznia do të luftojnë me gjithë forcat për të realizuar objektivin që titulli kampionësh. Këto duhet jenë në momentet më të vështira ka nesh du të them këtë, sepse jam i bind që unë edhe çdo pjesëtar i formacionit dhe ekipit po jep maksimumin për ta sjellë ëndrrën tek ato. Po të them drejtën nuk është se ka nevojë shumë për të bërë thirrje në Shkodër. Tifozët e ndjejnë kur skuadra ka nevojë, janë aty, kanë qenë dhe në momente të vështira kur ka pas nevojë dhe sigurisht që këto javë që kanë met, jam i sigurt që mbështetja atyre do jetë maksimale si për këtë javë, por dhe për ndeshjet e Final Fourit. Po mesazh për kundërshtarët nuk është se du të bëhem arrogant, thjesht të jetë një fair loja dhe gjithmonë të japi maksimumin nga dyja palët që kampionati shkojë dhe më bukur. Janë ekipe të forta, por jam i bindur që vllaznia ka ekip më të fortë se ta. Besoj shumë që koha do ta tregojë. Ato janë të sigurt, e njohin, vllazninë e njohin dhe janë bindur që i pret një kundërshtar i fortë. Nuk kam shumë i thonë, e din që jena më të mirë të kampionatit, e din që jena më të fortit, e din që jena më fair play, i din shumë gjëra të tjera, kështu që s'kam kur gjëra që më i thonë, veç e fitov kampionatin e që e meriton.